Përshëndetje komentuesi ose komentuesja në fjalë, më pyet nëse brumi i fermentuar përgatitet me uthull molle organike. Për fat të keq, jo, nuk është e mundur që brumi i fermentuar të përgatitet me uthull molle, sado organike të jetë ajo. Edhe unë uthullën e mollës e përgatis vetë, mirë po ja që brumi i fermentuar nuk përgatitet me uthull molle. Në fakt, uthulla e mollës e vret komplet majan natyrale gjatë procesit të fermentimit, si dhe të gjitha bakteriet e dobishme. Lëngu që unë kam përgatitur në shishe nuk mund ta quajmë uthull molle, por është thjesht ujë i fermentuar që krijohet nga përzierja e mjaltit me mollën brenda 7 ditëve. Do ta lëm në një vend të ngrohtë me kapak të mbyllur për 7 ditë dhe pas 7 ditëve, siç e shikoni edhe vetë, lëngu është fermentuar ashtu siç duhet, domethënë ka bakteriet e duhura për të zënë brumin e fermentuar. Dhe këtë lëng në fakt do ta përdorim vetëm herën e parë që do zëm brumin. Herët e tjera, brumi do ushqehet gjithmonë vetëm me miell dhe ujë. Sigurohemi që uji të jetë i fermentuar ashtu siç duhet kur të zëm brumin e parë, me qëllim që t'i japim brumit bakteriet e duhura për të krijuar majan natyrale. Të përshëndes.